Gjatë atyre ditëve që u mblodhen këta ushtarë, prutanët, të ndezur nga sulmet e dëndurat të armiqve, nuk mundën ta mbanin veten brenda mureve, por shpërthyen shpejt jashtë dhe u përleshën me sukses me mbretërorët, sidomos një ditë kur dolën ja 400 vet, pothuajse, dhe pasi i grinë u dhan si asnjëri kundërshtarëve, Aratin u futën nga zjarri për të ndjekur në kamp të tyre. Barbarët nuk e ndjen shumë dhimbjen për shokët e vrarë, sepse kujtonin se ja kishin arritur qëllimit, t'i bënin kundërshtarët të shpërthenin me guxim të çmendur. Por këto shpresa të tyre e bëri që të shkojnë kot pranë Konti, i cili e peshonte se jo askush rrezikun dhe dhelprinë e armiqve. Prandaj, megjithë që jo pas të vetët u kthyen me humbje, të pakta atë ditë nuk lam më asnjë që të nxirrte as këmbën jashtë mureve. E tjetër pikëllim, veç një tjetër kërdi, u i sillte Murati Skënderbeu, i cili priti ushtrinë e tij dhe pasi i ndau më 3 forcat me Tanushin dhe Mojsiun, doli me të perënduar të diellit nga kampi dhe nxori vrapin për në kampin armik, së bashku me ushtarët nëpër një rrugë tjetër dhe me fshehësinë më të madhe. Megjithatë, ai u duktua nga rojet përpara se të arrinte në vendin e quajtur Montikël, prej të cilit forcomat ishin larguar pothuajse 16 stade. Në kamp lasi një stuje e madhe, sidomos në ato anë ku çadrat ishin më në rrezik. Çka mund të bëje në atë pasigurit e natës për ta mbrojtur atë larg, apo për ta shtyrë, nuk u la pa u bërë. 8.000 njerëz pothuaj të mikut, më me ngadalë dhe më hap më të matur. Barbarët u lëshuan me vrap e me të bërtitura dhe ja filluan të parët për leshjen. Tanët po prapësoheshin pa rreshtur me qëllim që t'i tërhiqin ata sa më larg forcomave dhe t'u ulin pa guxime. Ja kësaj kohe Tanushi dhe Mojsiu ishin futur pothuaj pa pritur në vërtetë e saktuara të kampit dhe po mbyllnin kudo të merr dhe stuhin. Ushtarët, duke u lëshuar përmes disa çadrave të zbrasta dhe duke vrarë rojet, po shkatronin me zjarr çdo gjë që s'mund me hekur, përdin dhe trupin. Kundërshtarët e patën më të madhe prej këtyre se sa prej Skënderbeut, sepse duke u përqendruar vëmendjen e vet nga ai, lanë Mojsiun më të lirë që të shfrynte tërbimin dhe të rëmbente çdo gjë. Dhe që në sulmin e parë, ai mundi të shtinte në punë, pa pasuar gjë tërë forcën dhe t'i meronte kundërshtarët me anë të vështjellimit, siç ndodh në një përleshje të papritur. Ata ja arritën fitores duke qenë shumë të pakët, dhe kur pas pak barbarët po vraponin atje, më të dëndur, asnjëri s'pa hjall që t'i priste. Por dredhorët, pastaj të cilët u shtinin ferin tanave, as që i zuri njëri me dorë, qoftë sepse s'mund t'i përdornin lehtë për shkak të natës, qoftë sepse sikur ndodh mjaft shpesh, ja harruan këtë mjet të fuqishëm nga frika. Po zbarte dita ku Kastrioti, duke i lënë armiq në mes të fulës së zjarrit, zuri vend mbi një kodrin, 20 stade pothuaj larg, nga ku dukej shumë mirë prej të gjithëve. Atje, ai, siç e patën vendosur kur u nisën në kampi dhe siç e patën caktuar vendin, po priste Mojsiun dhe legjionet e tjera. Barbarët, kur e pan, u derdhën nga qenë e sqen, të rrimthri pranë çadrës së Tiranit, dhe po i kërkonin me dëshirë fort të madhe. Duke treguar numrin e pak të tanëve, u jepte mundësinë të dilnin dhe të lëshoheshin kundër tij për ta shtypur. Taku i munduar nga britmat e tyre u bëri qefje dhe u pranoi mendimin. 12.000 njerëz nga më të zgjedhurit, 7.000 kalorës dhe 5.000 këmbësor u turën sa të çelën mbyll syt. Duke parë atë mizeri e Perioti, në fillim mbeti në dyshim, i priste kundërshtarët që po vinin. Domos kur kampi i tyre ishte aq afër apo të ikte me kohë. Megjithatë, përpara gjendjes që lindi, ai e pa më të udhës që të zgjidhte një rrugë të mesme, as të ikte fare, as t'i kundërshtonte. Duke të hequr, po e hiqte ushtrin përmes kodrinash më të larta dhe më të sigurta, me besim tek vendi dhe tek shokët, të cilët tani më po i tradhtonte përse largu pluri që po ngrinin, duke ecur turqit, me flamuj shpalosur, bën përpara me vrullin më të madh. Gjër tek ato kodra, por kur panë vendin e vështirë që vetëm ta ngjitje të përtrishin këmbët, filluan të hidhnin hapat më me ngadalë. Kastrioti nuk lojti vendit përpara se të bindej me të mëdhëna të sigurta për ardhjen e të vetëve nga prapa shpine. Ato dredhi veç nuk u shpëtuan as barbarëve.
U kthyen edhe ata nga zhurma e atyre që po vinin, dhe kur pan para rojën e tanëve, lanë nga prika dhe nxitimi shumë flamuj, dhe i sollën shpinën Skënderbeut. Megjithatë, nuk u larguan krejt të papërgjaku, sepse me fillimin e betejës, shumë prej tyre ishin mbuluar me predha nga tanët së sipërm. Gjithashtu, Mesiu që po vinte me vrap i zuri të gjallë disa nga ata që kishin mbetur prapa, dhe që dorëzoheshin vetë. Të tjerët ikën pa pësuar asgjë fare, sepse periodi duke patur frikë në ndonjë lëvizje më të madhe nga çadrat. Ta me njëherë shenjën dhe pastaj u mblodhën të gjithë rreth e qarkëtij, u drejtuan në qafën e maleve ku ishte i sigurt. Do ngjarje që u njoftuan Muratit dhe që ai kishte edhe vetë, sidomos pamje e kërdisë së natës dhe shkatrimin e kampit, ja lidhën atij goën për hidhërimit dhe atë ditë, as u ndërmarr, as u vendos gjë kundër armikut. Të nesërmet, thonë se barbarët pan Skënderbeun të endej siç e kishte zakon, bashkë me pak shok, nëpër qafat e malit që ndronin kryes mbi krye, dhe të fliste me vrana kontin, duke ja treguar njërin me gisht. Atëherë thonë se plaku, pasi qërtoi të vete për mendje lehtësinë dhe mërzinë e tyre. Ta më pas, një të qeshur, siç i thonë, cinike, duhet lënë luani i pasbutur dhe s'duhet të ngopur me bishe e egër në gjakun tonë. Kështu ndoshta ai do të mund të mposhtet më mirë nga tërbimi i vetë, sesa nga ndonjë luftë. Pak turpi ishte për patriotit të gjendonte këto fjalë nga goja e Muratit, por ishte një gjë shumë e bukur që mund ta detyronte atë për ta thënë.